A vritën plumbat bre. Sari lexoj emociona shumë sepse janë vargje që më prekin shpirtin. Janë vargje që më thellojnë në botën e mendimit. O shkrenari me pas poet tillë, edhe nuk duhet asnjëherë mu zvetnu vepra tyne, po duhet mu fuqizu vepra tyne edhe mundësisht mund të shku rrugës. Trigu po ofron një laramani të poetëve dhe krijuesve. Në mitingun e poezisë, me që është një ngjarje e cila ka për masa të mëdha, por kemi fatin ta kemi edhe ne në Gjakov të organizuar çdo vit, po dalin në pa poet të ndryshëm. Jo ata të cilët përgjatë vitit ndoshta duket sikur janë heshtur. A do thot kjo se krijuesit duhet bëjnë përpjekje që të jenë shumë origjinal në shkrimin e tyre, që vargu, proza, poezia, cila do qoftë ajo që e ka servuar, të jetë më afatgjate? Tash për shembull, rrjetet sociale ju kanë ofruar mundësi gjithkujt për më shkru, për më marrë me lloje të ndryshme të artit. Kuptohet. Fatkeqësisht originaliteti shpeshherë po zbehet edhe po jetë jashta. Për me kriju poezit mirëfillte edhe art të mirëfillt nuk është edhe e lehtë. Domethënë duhet me pas një përvojë të shkrimit, me pas një përvojë të leximit. Edhe tash ju ka ofruar mundësia gjithë secilit, një po vlera herë do kur mbetet. Vlera mbetet vlerë sepse pseudo vlerat po dalin shpesh herë pas, si në letërsi, si në muzikë, si ashtu, ama mendoj që arti i mirëfillt, arti i arrir, herë do kur do ta zëvendin e merituar. A keni provuar shkrimet e juaja t'ia servoni ndonjë kritiku letrar për të marrë ndoshta edhe mendimin e tij në aspektin e letërsisë? Po, patjetër. Se sa keni përmbushur ato parimet e letërsisë? Patjetër, gjithsesi unë edhe pse kam një përvojë tash 13 vjeçare me letërsinë, gjithmonë i them kritikut letrar, nëse libri nuk është i cilësisë duhur, ose nëse libri i tet nuk është më i mirë se libri paraprak, mos ma vëto. Sa bukur. Edhe gjithmonë e kam si shprehje, si më thon, e kam recenzentin, e kam lektorin, e kam kritikun letrar, edhe jam shumë vetë kritik.